E haron vetë vetën në momente për hir të dashnisë, për ta kthy në terenin e përshtatshëm ku nuk do të dëmtoheshte, do të thotë çështja qift. Në këtë rast, po ta bën të gabimin, kjo na bën njerëz, sepse gabojmë, vetë Zoti është pa gabime, ajo është vetëm suprem. Megjithatë, unë si ardit do t'ja falja për hir të asaj se do ta doja. Gabove, megjithatë. Për qapin Megjithatë, normal që do të faljesh se do të ishte falja shumë e sinqertë dhe reale për të mos diskutuar ose për të mos u përsërit. Zakonisht këto. Aty është tani, a përfundon që aty tradhtia, si ti e fa njerë, po a është ajo e fundit? Edhe tjetra është që njeriu që dashuron, a tradhton, nëse po qysh. Vetëm pak. Se nuk e kuptojnë. Nuk fizike ata, nuk janë nuk është vetëm ajo. Se mund me qenë një dashuri. Rret njëri, rret. Po, mashtrohet.